O hoxha, prishet agjerimi nëse acarohesh. Nuk prishet agjerimi, por ne synojmë me agjerimin që të marrim sa më shumë shpërblime. Dhe duhet kujdesemi gjatë agjerimit edhe për sjelljen tonë, moralin tonë. Dhe kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam, se thot kur dikush tjetë në ditën e agjerimit, pra tjetë agjerueshëm, mos shaj, pra mos nxjerr fjalë të ndyta, mos ta ngrej zërin. Në një transmetim tjetër, mos bëj pra sjellje ignorance. Kështu që besimtarja përpiqet gjatë agjerimit ta përmbaj veten. Nuk është agjerim thjesht me net pa ngrënë dhe papir, por agjerim është edhe agjerimi i gojës, agjerimi i shikimit, agjerimi i dëgjimit, dhe në sjellje pra më qenë më i përmbajtur. Ti imagjinoj agjerimit të edukon me durim. Pra bën durim ndaj ushqimit, ndaj dëshirave. Atëherë përpiqu me bëhet edhe durim me përmbajt veten. Dhe normal bërtitja, acarimi, nxemja, grindjet, pra këto nuk e prishin agjerimin. Por nëse te i kalon për shembull shan ose thjesht acarohesh, ama nëse shan ose nxjerr fjalë pra jo të hishme apo ngre zorin i bërtet tjerëve ose shkon edhe më keq me godit, pra këto pastaj janë vepra të cilat cënojnë. Kështu që nuk e prishin agjerimin, por sharja, gënjeshtra, goditja tjetrit, ofendimi i tjetrit, këto e paksojnë shpërblimin.